بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Gjelle Shanuhu wa taqaddaset esma'uh. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, duke lutur Allahun e lartësuar që edhe ne të jemi pjesë e atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër besimtarë, ashtu siç është adeti dhe zakoni që neve mas namazit sabat deri në namazin e Bajramit japim këshilla në mënyrë që ta këshillojmë veten tonë së pari, pastaj edhe të gjithë ata të cilët mundohen që të na ndëgjojnë dhe na shikojnë, në mënyrë që neve si besimtarë të përgatitemi për rrugtimin tonë drejt Allahut të lartësuar, ashtu siç është më së miri, e që neve pas 3 viteve takohemi në Kurban Bajram së bashku, për arsye se 2 Kurban Bajramat e kaluar, në njërin kam qenë në lindje, njërin në perëndim, ndërsa dashti Zoti që këtë vit të jemi së bashku, në mënyrë që të marrëmi dobi me lejen e Zotit Gjelle Shanuhu, nga derset, nga fjalët e Allahut dhe nga fjalët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. E që për sot me lejen e Zotit do të shpjegojmë një hadith Rasulullahut alaihi salatu wassalam që neve si musliman na jep mësime të mëdha për jetën tonë, për vazhdimsinë e punëve të mira dhe të tregon cilësi të larta të besimtarit, në mënyrë që neve të pajisemi me këto cilësi, sepse këto cilësi të cilat neve do i cekum me lejen e Zotit në këtë hadith Rasulullahut alaihi salatu wassalam janë aq të larta dhe aq të mëdha sa që robit i hyn në punë edhe në ditën e gjykimit, kur është më së vështirë dhe është dita më e vështirë njeriut kur del para Zotit e tij, sepse në ditën e gjykimit dielli do të jetë mbi kokat e njerëzve, nuk do të ketë hije. Njerëzit, ashtu siç ka në hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'raqu an-nas yawm al-qiyamah hatta yadhhab 'arquhum fi al-ard. Njerëzit do të djersiten sa që djersa e tyre do të shkoj thellë në tokë 70 dhiran, 70 kut, dhe nuk do të ketë më toka, nuk do e thith, hatta yablughu adhanahum, pastaj ngritet përpjet derisa të arrijë veshët e tyre. Pra njerëzit do të jenë në njerëz të tyre në ditën e gjykimit. Përveç 7 grupeve të njerëzve, 7 personave dhe 7 grupeve të njerëzve që nuk do të ketë probleme të tilla në ditën e gjykimit. Për arsye se këta persona apo këto grupe të besimtarëve posedojnë cilësi të larta dashur vëllezër. Posedojnë cilësi të larta të muslimanit dhe të besimtarit, të cilat cilësi kanë poseduar në dynja, kanë punu me tërë se kanë qenë në këtë botë dhe pastaj tek Allahu subhanahu wa taala do të ketë hije kur ketë njerëzit e tjerë janë diell. Kur ketë njerëzit e tjerë do të jenë në diell, ta do të jenë në hije. E neve subhanallahu këto 2-3 ditë është nxehje, smoti, më njëherë kanë filluar ankesat e njerëzve zhek. E si do jetë puna kur në ditën e Kiametit do jenë njerëzit 50.000 vite në diell, 50.000 vite, jo një ditë 2-3. 50.000 vite do të jenë ashtu pa fillu dita e gjykimit. E ka kategori të muslimanëve dhe të besimtarëve të cilët nuk e kanë këtë problem. Për arsye se do të jenë në hije atë ditë kur krejt të tjerë janë në diell. Cilat janë këto kategori? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar në një hadith të tij dhe ka treguar dhe neve si muslimanë që të pajisemi me këto cilësi. E para ka thënë imamun adil, prisi i drejt, ka thënë është ai i cili do të jetë në hije në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit kur krejt të tjerë janë në diell. Prisi i drejt, imamun adil. Sepse Allah azza wa jall thot inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha
Allahu urdhron që emanetet t'i ktheni tek ata të cilët jau kanë besu juve. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Dhe kur gjykoni në mesin e njerëzve, gjykoni me drejtësi. Dhe gjykoni me drejtësi. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih. Sepse kjo është ajo që këshillon Zoti për juve që t'jeni të drejtë. Inna Allaha kana sami'an basira. E Allahu xhalla sha'nuhu është gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. Pra I shikon njerëzit, ata të cilët ju prinë të tjerëve, ata të cilët marrin përgjegjësi për t'ju prirë besimtarëve, janë përgjegjës për diçka të cilën I udhëheqin të tjerët, në qoftë se nuk janë të drejtë, vaj halli për ta. E në qoftë se janë të drejtë, ja kanë frikën Zotit xhalla sha'nuhu, do të kenë hije kur të tjerët janë në diell. E kjo lyp cilësi të lartë, kjo lyp iman, lyp besim, lyp përgjegjësi, lyp frikë ndaj Zotit xhalla sha'nuhu, sepse njeriu nëse nuk ja ka frikën Allahut të lartësuar, në ato që ja udhëheq, atëherë çdo gjë, çdo sen mund pritet prej tij. Nëse s'ja ka frikën Zotit subhanahu wa ta'ala. Për këtë dashur vëllezër, Allah azza wa jall thot në një hadith që për nëpërmjet gjuhës së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'inda Allahi ala manabir min nur. Të drejtët në ditën e gjykimit janë ala manabir min nur, janë në minbere prej dritës. Minberi thonë si të hutbes, që janë I lartë. Janë në minbere prej dritës. Krejt të tjerët I shikojnë. Pse janë këta në minbere prej dritës? Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Sepse këta janë të drejtë në gjykimet e tyre, në familjet e tyre më së pari. Në familjet e tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Pastaj mbi ata të cilët I udhëheqin. Pra njeriu fillon udhëheqja e tij, fillon nga familja e tij. Nëse nuk është I drejtë me familjen e tij, mos prit që ai ka më qenë I drejtë me popullin e tij. Rregull është. Nëse baba, prindi nuk është I drejtë me evlatët e tij, po ja han hakun atij që është më I dopt, dhe ja jep hisën atij që është më I fortë, dhe atij që jep më shumë, dije që ky më bë udhëhec, ky evlat të vet kur I mashtron, ky pastaj popullin në qafë shkel. Atë arsye, këta njerëz kanë minbere prej dritës ditën e gjykimit për arsye se janë të drejtë, sfari me familjen e tyre, pastaj me ata të cilët I udhëheqin ata. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith tjetër, sepse dikush mund me kuptu këtë pjesë hadithit që njeriu veç duhet me qenë kryeministër, ose duhet me qenë kryetar shteti, ose kryetar komune. Jo. Thot ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqaha illa ata Allah maghlulan yawm al-qiyamah yad. Të çdo person I cili I udhëheq 10 vet ose më shumë, 10. Është përgjegjës për 10 vet, edhe më shumë. Vetëse në ditën e gjykimit do të vjen me dur të lidhura, ditën e gjykimit. Dhe pastaj ose shpëton ose ka më udhënu me zjarr të xhehenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah. Do të thotë është I padrejt khizyun yawm al-qiyamah, ka më qenë për ta dëshpërim në ditën e gjykimit. Nëse ka qenë I drejtë, ka më qenë shpëtim për ta në ditën e kiametit. Se nuk do të thotë vetëm me qenë udhëhec si diçka. Po edhe vetë nëse ti I ki përgjegjës apo I ki punëtor, je punëdhënës dhe ja han hakun, dije që në ditën e gjykimit do të vesh me dur të lidhura. Lera mu më shumë, lera mu me qenë kryetari I vendit, ose me qenë kryeministri I vendit, ose me qenë kryetari I komunës, ose me qenë kryetari një bashkësie fetare, ose me qenë diçka që e udhëheq diçka. Gjitha këto kanë përgjegjësi të dashur vëllezër. Kanë përgjegjësi shumë të madhe. Për arsye se në qoftë se je I drejt, shpëton dhe je në hije kur të tjerët janë në diell. Në qoftë se nuk je I drejt, dije që ditën e gjykimit do të vish me dur të lidhura dhe pastaj e pret dëshpërimi. Wallahi kisha pas qef këto mi ndëgju të tjerët, sidomos ata të cilët na udhëheqin.
po ja që ata as janë xhamis, as janë derseve, as janë që ndëgjojnë xhallarët, po kryen veti për arsye se pak me qenë i mençur dhe me ja pas një veç një dozë frikës Allahut azza wa xal, nuk kish me ardh gjendja në vendin tonë ç'është është. Me bë hajgare me votën e popullit, me bë hajgare me atë që i ka zgjedh populli. Domethënë 30 herë në lidhën parlament edhe nuk mund me bë një udhëheqje. Secili domethënë i shikon interesat e partisë së vet, interesat e klanit të vet, interesat personale para interesave të përgjithshme. Vaj halli për ta. Vaj halli për ta në ditën e Kiametit. Vaj halli për ta në ditën e Kiametit. Për arsye se ti udhëheqës njerëzit, ti udhëheqës besimtarë, dhe të bësh hajgare me ta. Është punë e madhe, sepse dikush ngritet natën edhe lutet kundër teje. Edhe mes ti dhe Allahut s'ka perde, Allah e pranon duan. Edhe me shkel mbi gjakun atyre të cilët kanë fliu veten e tyre, që ne sot jemi të lirë, edhe sot majmë ders të lirë, edhe të bëhet hajgare në këtë formë, kjo domethënë tregon shumë për neve fatkeqësisht. Tregon shumë për neve si popull, për të kaluamën tonë, po fatkeqësisht për tashmen, po edhe për të ardhmen. Për arsye se kur ta vesh dikon çysh diki të ardhmen, çfarë plane ki të ardhmen tënde, s'ki nevojë me e pyet shumë, po shikoja të tashmen e tij. E tashmi e tij tregon për të ardhmen e tij. E ardhmen e din vetëm Zoti xhallahu ala. Mirë, po ne gjykojmë bazë të asaj që ne e shohim. Bazë të asaj që ne e shohim. Prandaj jo rastisht ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, njeriu i parë, kategoria e parë e njerëzve që do të jenë në hije ditën e Kiametit, kur këtë njerëzit e tjerë do të jenë në diell, është imamun adil, është prisi besimtar i drejtë. Është prisi i drejtë. E pris më drejt se Resulullah s'ka pas. Pris më të drejt se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas. Ka qenë më i drejti në familjen e tij. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thonë më i miri për juve është ai i cili është më i miri me familjen e tij. E unë ka thonë jam më i miri për juve në familjen time. Ka filluar me familjen e tij. Ka qenë më i miri. Ka qenë më i miri, ka qenë më i drejti. Ju kanë ndihmu familjarëve në shtëpitë e tyre. Kanë ndihmu me qep rrobat e tij, nallat e tij. Ka qenë komandant kryesor i ushtrisë besimtarëve. Ka qenë kryetar shteti. Po megjithatë i ka kry punë të shtëpisë. Sepse prej aty të fillon përgjegjësia, prej aty të fillon rezultati, prej aty të fillon suksesi. Me i kry punë të shtëpisë, pastaj me dal punë e lagjës, pastaj punë e vendit. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dashur vëllezër, a e dini që 40 ditë nuk është ndez zjarri në shtëpinë e tij. 40 ditë nuk ka pas çka me zi në shtëpinë e tij. Edhe nuk është ndez zjarri. Ka jetu me ujë dhe me hurme, ama ka udhëheq një shtet të madh të Islamit. Në mesin e të cilëve ka pas multimilioner. Në mesin e sahabëve ka pas multimilioner, si Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, me plot kuptime fjalës multimilionera kanë qenë. Mirë, po në shtëpinë e Resulullahut s'është ndez zjarri. Edhe ky nuk ka menduar ndonjëherë që duhet me bën ndonjë korruptim. Jo, ka qenë misioni i tij tjetër. Misioni i tij ka qenë me ia tregu njerëzve rrugën e drejtë. Me i tregu atyre që prisi i drejtë ditën e gjykimit do të jetë në hije, kur shumë të tjerë do të jenë në diell dhe do të digjen. E sot fatkeqësisht ne hen me çizme të lastikut në politikë edhe hen në parlament me çizme të lastikut, edhe pastaj del multimilioner, del domethënë me xhep, del me shumë firma të çelura dhe hapura, qoftë në emrin e tij ose të akrabave të tij ose të anëtarëve të partisë së tij. E kjo tregon shumë për neve. Kjo tregon që neve jemi dallash duke shku rrugës dhe nuk është në rregull diçka të cilën neve sillemi që 25 vite në disa gjëra të cilat nuk duhet më u sill në stop në to, po duhet me ecë para. E kjo është një lloj dënimi për neve në mënyrë që neve të marrim mësim. Imamun adil, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam.
sepse thot pejgamberi i Zotit, ma min abdin yasta'ihi Allahi ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Thot pejgamberi i Zotit në këtë hadith, çdo njeri që Allahu azza wa jalla e bën përgjegjës dhe në moment që vdes mashtrues i popullit të tij, illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Allahu ti ja ka bë haram xhenetin. Allahu xhalla wa ala ja ka bë haram xhenetin të llojit të njeriu i cili është udhëheqës dhe vdes mashtrues ndaj popullit të tij. Në mashtrime të ndryshme, duke punu kundrej interesave të përgjithshme dhe duke punu për interesa personale. Këtë njeri, Allah azza wa jall, ja bën haram xhenetin, sepse xheneti është i shtrejt. Aty nuk hen të lifar njeri. Ajo shumë i shtrejt, aty hyn njerëzit e ndershëm, njerëzit që ja kanë frikën Zotit, që punojnë për të mirën e përgjithshme. E mira e përgjithshme për ta është më primare se sa e mira personale. Këta janë ata të cilët futen në xhenetin e Zotit xhallahu. Kategoria e dytë të dashur vëllezër, apo edhe një hadith para se me dalte e dyta, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imamin awalin yughliqu babahu duna dhi hajatin wa khallatin wal maskana illa aghlaqa Allahu abwab as-sama duna hajatihi wa khallatihi wa maskanatihi. Thot nuk ka njeri që është udhëheqës dhe ja mbyll derën atyre që kanë nevojë. Ja mbyll derën atyre që kanë nevojë. Prej njerëzve nevojtar, prej fukarave, prej atyre që dojnë me kry punë, ja mbyll derën. Vetë se Allah ka për t'ja mbyll dyert e qiellit atij. Ka për t'ja mbyll dyert e qiellit atij. Pra ti kur ki nevojë me u taku me çta njerëz, ta nuk mundesh me I taku vetë se kur t'vin votat. Ama kur ki punë me kry punë, ti mbyllin kom vakt, termin. Ta njerëz dhe më thonë, nuk janë të mirën e popullit, nuk kryin punë këta njerëz. E ai që ja mbyll dyert këtyre njerëzve, që kanë nevojë për kryerjen e punëve të tyre, që I kanë marrë përgjegjësitë me avkry njerëzve punët e tyre, Allahu do t'ja mbyll dyert e qiellit. S'ka për ta dua, s'ka për ta xhenet. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë dëgjuar këtë hadith Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu ta'ala anhu, e kalon një njeri për gjetës të dera, për çdo kënd që I ka ardhur mja qel derën, ka thonë emra. Arsye se ja mbyll ti derën këtë botë, ta mbyll Allahu derën në ahiret. Ta mbyll derën në ahiret. Kategoria e dytë të dashur vëllezër e këtyre njerëzve që do të jenë në hije kur të tjerët janë në diell ditën e Kiametit, është I riu I cili është rrit duke I bërë ibadet Allahut xhallahu xhan. Është edhe një djalosh I ri I cili rinin e tij e ka çu duke I bërë ibadet Allahut xhallahu xhanuhu. Kur krejt rinia e tjerë ju në marrë me diçka tjetër, ky rinin e tij e ka dërgu në devotshmëri ndaj Zotit xhallahu xhan. Ja ka pas frikën Allahut azza wa xal. E ka ditë ku janë kufet e Zotit xhallahu xhan. Nuk ka prek aty ku Zoti xhallahu xhan u ka thonë mos prek. Dora e tij nuk ka prek aty, syri I tij, këmba e tij. U ka qenë një djalosh I cili është rrit në devotshmëri. Ky njeri do të jetë në hije kur të tjerët janë në diell. E kjo nuk është kategori e lehtë. Nuk është kategori e lehtë. Ne mund ta shpjegojmë me lehtësi, qoftë imamin e drejtë, prisin e drejtë, qoftë një të ri I cili është rritur në devotshmëri. Praktika e lyp shumë mund, shumë sakrificë për të qenë I tillë. Për arsye se rinia ka elan, ka epshe të cilat e ngrehin zhag për ato të cilat I ka ndaluar Zoti xhallahu xhanuhu. Prandaj me urrit në devotshmëri lyp mund dhe sakrificë për një të ri. Për këtë Allah azza wa xal, ata të ri të cilët kanë qenë të devotshëm, kanë sakrifikuar shumë për Allahun. Allahu I përmend në Kur'anin famlart, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, surën Kaf. Banor të shpellës, innahum fitje, ata janë të djemtëri, amanu bi rabbihim, I kanë besu Zotit të tyre, ju kanë largu gjërave të cilat janë të ndaluara, kanë sakrifikuar dhe jetën e tyre, në mënyrë që të shkojnë te para e drejta dhe e mira. Wa zidnahum huda, thot Allah azza wa jall. Ja vshtuam udhëzimin hala më shumë.
Për arsye se vetëm me rini të shëndosh, shkon vendit e para, shkon dinit e para, shkon kombit e para, shkon popullit e para, me rini të shëndosh, të edukuar mirë, të edukuar në hijen e besimit, në hijen e imanit, në hijen e asaj që du të më pas frikën Allahu xhalla shanuhu, që Allah në çdo moment na shikon dhe na vrojton dhe është vigjilent ndaj neve dhe punëve tona. Kur ne edukojmë rinin ton këtë formë, edhe i riu rritet me këtë bindje, që Allahu xhalla shanuhu e ka krijuar për çështje madhore, që ta fitoj xhenetin e tij, të punoj për mirëqenie, të punoj për të tjerët, që t'ja shohin hajrin të tjerët. Ky nuk ka mundësi me qenë dështues. S'ka mundësi, sepse përfundimi i tij do të jetë i mirë. Edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër kur do të jetë në hije para Zotit xhalla shanuhu. E me një rini që është, nuk e din hala ajo në mashkull e femna, nuk shkohet te para. Me një rini që, do më thonë, dallimi mes gjinive është vetëm mashkull, edhe femën dhe jo burr, edhe grua, nuk shkohet te para. Duke e legalizu gjërat të cilat janë të ndaluara, nuk shkohet te para. Duke mundu me i legalizu ligjet që janë kundër njerëzimit, kundër gjinive, kundër gjitha normave morale, etike, me legalizu për shembull LGBTI, që ajo hala nuk e din, domethënë rritet me mendjen e tyre dhe se din se çka është, me këta nuk shkohet e para. Ti ato asu në qënë në ushtri, asu në qënë përballje me armikun, as nuk e mundesh me dërgu, domethënë diçka me të kripu, s'mund. Sepse është ligji i Zotit, e ka bë prej kur e ka kriju Ademin alayhis salam, edhe si shoqë ja ka kriju Havën, se ka kriju edhe një Adem, ose Havës më ja bë edhe një Havë. Ne nuk kemi drejt me u fut në shtëpiat e njerëzve, çka bajnë ata, çka marrojnë, çfarë jete jetojnë. Kjo është private dhe secili i takon jeta e tij. Fundja e fundit secili ka më dhënë përgjegjësi para Allahu xhalla shanuhu. Mirë, po të legalizohen është diçka shumë e urryer për arsye se na bën detyrë pastaj neve si xhallar dalëm flasim haptazi dhe pastaj nëse bëhet ligj, ne e kundërshtojmë ligjin, edhe munden dikush tani me na penalizu neve me dal media me thon filan hoxha foli kundër kushtetucës, kundër filan ligjit, ne ky ai ky dhe më tha edhe tash, edhe tani bëhet kiamet. Për një diçka që Allahu xhalla wa ala e ka caktuar çish bëhet këtë meselë. Prandaj i riu i cili rritet në devotshmëri, edhe ja ka frikën Allahut azza wa xal, do të jetë në hije kur gjithë të tjerët janë në diell, dashur. Kur shokët e tij kanë pija shasht në mas shkollave, edhe ju ka ardhur era pleh i lagt, ky ka qenë në xhami sa parë. Kur të tjerët kanë nejë deri në vonë natën, ky është zgjuar herët në mëngjes me fal sabon edhe i ka gra punës. Kur të tjerët e kanë shtyr martesën pa nevojë, hajt se pa i mbret shkushtet, nuk ka martesë, ky është martu herët, ka kriju familje. Kështu do më thonë, do t'i shtyt me rinin. Do t'mi shtyt rinin në mënyrë që t'kenë cilësi të larta, dashur vëllezër. Waraka ibn Nawfal ka qenë agja i gruas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hatijës. Dhe kur Resulullah i ka ardhur shpallja, Hatijja ka dërguar te Waraka ibn Nawfal, i cili ka qenë i shtyr në moshë. Ka thonë, sikur t'jam i ri edhe të ndal ndihmë ty. Pse? Pse rinia janë ata që i shtyn proceset e para. Rinia janë ata që i shtyn proceset e para. Ka thonë, sikur ti shajri, do të dalja në ndihmë kur populli yt ka me të persekutu dhe me të nxjerr nga vendi. Ka thonë, qysh, ata kanë më nxjerrë? Waraka ibn Nawfal ka qenë i mençur. Ka thonë, nuk ka ardhur pejgamber me atë që ka ardhur ti, vetë se populli i vet e ka nxjerrë nga vendi. E ti shajri, kisha me ndihmu, po jam plak i shtyn mosh, s'ka mundësi. Pra me rini të shëndosh shtyjnë proceset e para, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot, "Igtanim khamsan qabla khamsin", shfrytëzoj 5 gjëra para 5 gjërave tjera. "Shababak qabla haramik", e para thot, shfrytëzoj rinin para se më u plak. Shfrytëzoj rinin para se më u plak. Shfrytëzoj në punë të hajrit, jo në punë të sherrit. Mos thuj hajt se kur të lakna ka kohë më u fal. Jo, më lloj dash.
Po nisja prej në fillim, sepse nuk I dim ne a kemi u plak apo jo. Qofse marrë me garancion prej Zotit që kena me mri Prishtinë, grahi, po ne nuk e dim a kemi me arrit Prishtinë. Shfrytëzoj rinin punë të hajrit. Shfrytëzoj rinin në namaz, në agjërim. Shfrytëzoj rinin në kryerjen e haxhit. Sepse mos e le rinin me shku poshtë e kur vjen pleqëria pastaj me kry disa obligime e me shku pastaj në haxhi lodhur, sikurse një haxhi I cili ishte së bashku në haxh apo umre, dhe po më drejtoi po më thotë, tha hoxha, shumë me tha ku kisha vonu tha. Shumë tha, ku kisha vonu tha shumë tha. E di ke, shumë tha ku kisha vonu. Po dy, shumë më herët me I kry këtë mesele. Shumë më herët me ardhe me I shiju ato gnatësi që cilat nuk shijohen vetëm se me përjetime aty për aty, dhe nuk shijohen duke I tregu. Prandaj shfrytëzoj rinin para pleqërisë, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që pastaj me qenë prej atyre njerëzve që jenë hijenën e Zotit atëherë kur të tjerët janë në diell, pastaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu faragh qabla shughulik, shfrytëzoj kohën e lirë para se me u nxan, sepse koha e lirë duhet të shfrytëzohet në punë të hajrit. Qofse koha e lirë nuk shfrytëzohet në punë të hajrit, do e mos ka më shfrytëzuar nga shejtani dhe me të marrë dhe me të fut në punë të liga. Në qoftë se nuk shfrytëzohet në punë të hajrit. Edhe është fatkeqësi tek populli jonë që vetëm te ne gjen liri shumë. Vetëm tek ne ka kohë të lirë shumë. Ka kohë të lirë të tepruar. Prandaj kohën e lirë duhet me shfrytëzuar për punë të hajrit. Pastaj thot Resulullah, wa hayataka qabla mautik. Shfrytëzoj jetën para vdekjes. Shfrytëzoj jetën para vdekjes, sepse jeta është një herë, nuk është 2 herë, 3 dhe 4. Jeta nuk o lojë. Ta provoj një herë, pastaj arri një checkpoint apet edhe e vazhdoj. Jo, nuk është si, nuk o lojë, nuk o PlayStation. Loja është mund me shu kompjuterin me dhezë apet e vazhdoj. Amo jetën s'mon ashtu, se si me dykmene. Kur ta merr Zoti shpirtin, ty dhe mu, s'ka më të kthejnë edhe njëherë. Ka përfundu misionin. Ta ka dhënë Zoti Gjelle wa Ala jetën, mendjen, rinin, pleqërin, këfjello njëherë për gjithmonë. Dije që kjo shkon shumë shpejt. Balancoje jetën e kësaj dynjaje me sytë e ahiretit. Mos e jetoj jetën vetëm sa për disa çaste momente të shkurta. Sepse jeta është shumë e shtrejtë. Jeta është shumë e shtrejtë. Çdo moment është shumë I shtrejtë. Shfrytëzoj aty ku duhet. Mos e shfrytëzoj aty ku nuk duhet. Sepse kur vjen momenti atëherë shohim që kokshmi qenë larg të vërtetës. Ama ajo është vonë. Sepse Allah Azza wa Jall thot në Kur'anin famlar, kur ti vjen shpirti në fyt dikujt për juve, thot, o Zot, kthem edhe një herë. Që t'jep sadak wa akum min as-salihin. T'jep sadaka dhe t'jem prej të devotshëm. Allah Azza wa Jall thot, la yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Azza wa Jall nuk e banon në xhelin e askujt. I ka ardhur momenti u kri puna. Khabirun bima ta'malun. Allah është I njoftuar hollësisht me atë çka ju punoni dhe çka veproni. Prandaj shfrytëzoj jetën punë të hajrit para se me ardh vdekja dhe me shku te Zoti Gjelle Shanuhu dhe me shku pastaj bosh ashtu siç jam ardh bosh. Jo, besimtari duhet me shku dhe punë të mira në mënyrë që t'ia sheh hajrin veti atij, vendi ku jeton dhe ummetin në përgjithësi. Pastaj thot Resulullah was-sihhataka qabla saqamik. Shfrytëzoj shëndetin para smundjes. Shëndetin para smundjes. Sepse thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nuk ju ka dhënë robit diçka pas bindjes në Allahun yakinit më mirë se sa shëndeti. Lutë Zotin për bindje, për falje, dhe lutë Zotin për shëndet dhe shfrytëzoj shëndetin aty ku është mirë dhe hajër, dhe mos e shfrytëzoj shëndetin aty ku është errë dhe keq. Sa njeri sot s'mund marrë në xhami për shkak shëndetit e tij. Sa njeri sot është për spitale. Sa njeri është që nuk sheh dhe nuk ndëgjon, dhe nuk mund me lëviz dorën dhe as këmbën. E ne jemi mirë dhe alhamdulillah, a ja dim shqyrën dhe vlerën, a shfrytëzojmë aty ku duhet apo jo. Dhe tjetra thot wa ghinaka qabla faqrik, shfrytëzoj pasurinë para varfërisë,
Pasurinë me shfrytzu aty ku duhet dhe jo aty ku nuk duhet, jep aty ku duhet e jo aty ku nuk duhet, shfrytëzoje aty ku Allahu xhalla wa ala është i kënaqur dhe jo aty ku Allahu xhalla wa ala është i hidhruar, sepse njeriu mundet që me pasurinë e tij me arrit shumë gjëra në këtë botë, shumë gjëra të mira, po mundet gjithashtu me pasurinë e tij me ble zjarrin e tij, me ble zjarrin e tij. Prandaj muslimani duhet të ketë kujdes dhe t'ja ketë frikën Allahut subhanahu wa taala. Kategoria e tretë dashur vëllezër janë ata besimtarë të cilët zemra e tyre është e lidhur për xhamin. Pra, kategoria e parë janë prisi i drejtë, kategoria e dytë janë një djalosh i ri i cili është rritur në devotshmëri, kategoria e tretë është njeriu zemra e të cilit është e lidhur në xhami. Ky njeri dhe kategori tjera do të jenë në hije ditën e Kiametit, këtë të tjerë janë në diell. Zemra e tij është e lidhur me xhamitë e Zotit xhallashan. Sepse Allah azza wa jall thot: "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah." Thot ata që janë përgjegjës për xhamiat, për mi ndërtu ato, për mi mbajt ato, kush janë ata? Janë ata që e besojnë Allahun, ditën e gjykimit, e falin namazin dhe e besojnë ditën e gjykimit dhe ja kanë frikën vetëm Allahut azza wa jall, ulaika yakunu min al-muhtadin, te do të jenë të udhëzuar. Zemra e tyre është e lidhur për xhamin. Sa herë që largohen prej saj, dëshira e tyre është prapë më u kthynte. Prandaj duhet më ulid zemrat me xhamia dashur vëllezër. Mos milon zemrat tona më ulid xhami vetëm për Bajram. Vetëm një herë për Bajram me ardhë dhe pastaj me ardhë me po ndryshime që ka ndodhur në xhami. Po xhami duhet me i frekuentu çdo ditë. Sepse pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "El mesjid bejtu kullu taqiyyin." Xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Është shtëpia të gjithëve, ama shtëpia të devotshmëve. Wa takaffala Allahu liman kana al-masjidu baytuhu. E Allahu thot, e ka marrë përgjegjësi për atë që shtëpia e tij është xhamia. E ka marrë përgjegjësi bir ruhi wal rahma, që me lshu rahmet dhe mëshirë dhe kënaqësi. Wal jawaza ala sirat. Edhe më mundsu me kalu urën e siratit ditën e gjykimit. Subhanallah, shumë domethënse. Ila ridwanillahi ila al-janna. Deri tek kënaqësia e Zotit deri te xheneti. Për ata që zemra e tyre është e lidhur për xhamin. Për ata që e mirëmbajnë xhamin e Zotit, për ata që kujdesen për xhamin e Zotit, për ata që janë përgjegjës për xhamin e Zotit xhelalu, për shtëpinë e Zotit. Këta janë përgjegjës e xhamiave, zemrat e tyre i kanë të lidhura me xhamia. E nuk mund me qenë përgjegjës i xhamisë ai që kur nuk e shkel derën e xhamisë. S'mund me qenë. Nuk mund më u përzi për çështjet e xhamisë, çështjet e këshillit të xhamisë, punët e xhamisë që shpesh ndodhen dhe janë përzitë për vendin tonë, ata të cilët tu fol gogson era raki vjen përzihet për xhamin. Po ja, marrë burrë. Ja, ti s'mund më u përzi për xhamin. Për xhami është kullu baytu kullu taqi, shtëpia e të devotshmëve, shtëpia e besimtarëve të vërtetë, shtëpia e atyre të cilët Allahu ka marrë përgjegjësi e punën e tyre, dynjan e tyre dhe ahiretin e tyre. Zemra e tyre është e lidhur fort me xhamin. Këta do të jenë në hije kur tjerë të jenë në diell. Men ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu min al-jannati nuzula kullama ghada aw raha. Pejgamberi Zotit thot, ai që merr hapat për me shku në xhami, a'adda Allahu lahu nuzula. Allah ja ka përgatit një vend në xhenet. Sa herë që shkon në xhami dhe e merr të drejtën e tij dhe i merr hapat për të shkuar në xhami, Allah ja përgatit një vend në xhenet. Prandaj dashur vëllezër, bëni që zemra juve të lidhet me xhamitë e Zotit. Nuk ka njeri që është i lidhur me xhamin e që jeta e tij shkon bosh, s'ka, nuk një të tillë. Nuk ka njeri që është i lidhur me xhamin e Zotit dhe i bën ibadet Allahut, që jeta e tij nuk është e lumtur, s'ka mundësi. Nuk ka njeri që është i lidhur me xhamin e që nuk e ka një të ardhme të ndritur, s'ka mundësi. Sepse Allah ka marrë përgjegjësi këtë punë. Jeta e tyre është e lumtur. Janë të lumtur në veten e tyre, nëse edhe ndoshta s'ka hiç pasuri, po zemra është i lumtur. Sepse i bën ibadet Allahut azza wa jalla. Është i lidhur zemra e tij me xhamitë e Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme për muslimanin dhe besimtarin. Kategoria tjetër dashur vëllezër, janë ata besimtarë të cilët duhen në mesveti.
Pra, kategoria e katërt që do t'jenë në hije në ditën e gjykimit kur krejt të tjerë t'jenë në diell, është ajo kategori që duhen me zveti për hir të Zotit. Si bashkon interesi dynjas, as interesi partisë, as interesi klanor, interesi kryesor i tyre është Zoti xhalla xhala. Kënaqësia e Allahut. Ta do t'jenë në hije kur të tjerët janë në diell, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Ai që don për hir të Allahut, urren për hir të Zotit, jep për hir të Allahut, nuk jep për hir të Allahut. Faqad istakmala al-iman, e ka plotësu imanin e tij, e ka plotësu besimin e tij. Për këtë arsye, me dash dikon për hir të Zotit, është kollaj me spjegu, është shtirë në praktik. Është shtirë në praktik. Kur ta dojmë ne dikon, afrohemi afër tij, a duhet me pyet zemrën tonë çfarë interesa ka më ne? Çfarë interesa ka? A ka më interesa me kry punë diçka? A ka më interesa të dynjas? A ka më interesa partijake? A ka më interesa të rishvetit? A ka më interesa me him punë dikon? Gjitha këto duhet me e pyet robi vetën e tij. Sepse në ditën e gjykimit krejt këta çujtseka janë armiq njëri tjetrit. Janë armiq të njëri tjetrit, thot Allahu xhalla wa ala në Kur'anin famlar. Al-akhilla yawma idin aduun ba'dhum ila ba'd. Janë armiq të njëri tjetrit shok të kësaj dynjaje të interesave të kësaj bote. Illa al-muttaqin, përveç të devotshëm. Përveç njerëzve të devotshëm që ju ndash për hir të Zotit, ata s'janë armiq të njëri. Përkundrazi, kur të hyjnë në xhenet, edhe i shohin që gjitha shok që i kanë dashur për hir të Zotit nuk janë me ta në xhenet, ata thojnë o Zot, janë bëdo besimtar që jena fal me ta në xhami, kena azhëru bashkë me ta në xhami, kena bë punë të mira me ta, s'pi shohim në xhenet, ku janë? Allahu xhalla wa ala ju jep urdhën me shku me i marr, sepse janë kon në xhehenam, të shkonin nxirrni dhe shteni bashkë. Qita janë njerëzit që duhen vërtet për hir të Zotit xhalla xhala. Allah na bëj prej tyre. Pa interesa të dynjas, po për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Thot pasha shpirtin tim dorën të cilit dorën e Allahut të shpirti im, thot pasha atë në dorën të cilit të shpirti im, nuk do të hyni në xhenet pa besu. S'muni me hynë në xhenet pa besu Allah. Wala tu'minu hatta tahabu, edhe nuk muni me besu ashtu siç duhet, pa e dashur njëri tjetrin. Pa e dashur njëri tjetrin pa interesa. Pastaj thot, "Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." A t'ju tregoj një diçka që nëse e veproni, ka më ushtu dashuria në mesin e juve? Po i dërguar me Allah, afshu selam bainakum. Përhapni selamin në mesin e juve. Përshëndeti njëri tjetrin me selam. A gavoj me shqiptar be jena mirë dita me vrava. A gavoj se din. Që na jena shqiptar. Unë kinezisht po ligjeroj këta. Selamu alaikum është e xhenetlive Allah. Është përshëndetje xhenetlive në këtë dynjë. Është dua që Allahu xhalla wa ala me çu rahmet, mëshirë, begati, shpëtim, paqe, lumturi në këtë dynjë. A mundesh me përshëndetje çka çka dikon ti? S'mundesh. Sepse prej selamit është emrave për emrat Allahut, es-selam. Me janë nis veç për këtë emër me sfjegu në merko. E me një dy fjali, es-selamu alaikum i përfshin krejtat. Tani ata që thojnë a jena patriota dhe kem qef që me abor rraf zhvetit, s'mujnë me ka në kësaj kategorie. Lëshajt e poshtë në livatë, se s'ki që ka bënë me ta. Mi po pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, qofse dëshironi që t'ju tregoj diçka që shton dashuri në mesin e ju, edhe ju e përhapni në mesin e ju, është selami me përshëndet njëri tjetrin me selam, me bë lutje për njëri tjetrin në mënyrë që Allahu xhalla wa ala ta shtoj dashurinë në mesin tonë. Pastaj dashur vëllezër, kategoria e pestë që do të jetë në hije kur të tjerët janë në diell, është një njeri thot i cili ju ka rujt amoralitetit. Një njeri, një besimtar, një djalosh i ri, i cili ju ka rujt amoralitetit, edhe pse ka pas mundësi me ra në amoralitet, edhe pse e kanë thirrë për me ra në amoralitet,
E ky ja ka pas frikën Allahu xhalla wa ala, I thot inni akhafu Allah, unë e friksohem Zotit xhalla wa ala, e kjo me llafe është kollaj, me praktikë është shumë e vështirë. E ky njeri do të jetë në hija ditë kur të tjerët janë në diell. Kur të tjerët janë në diell. E në kohën tonë moderne, ky djalosh I ri, ky njeri quhet njeri mutakhallif, njeri I shekullit 18, 13, 15, domethënë katunar, njeri I padalt, ani ti rri ashtu I padalt. Rri njeri I shekullit 18. Rri djalosh I devotshëm. Ki Afrikën Zotit xhallahu ala, mos bi prej kurthave të shejtanit, largoju shoqërisë së keqe, e cila thret në amoralitet, po shoqëro me ata të cilët rasin për vepra të mira, për xhami dhe ja kanë frikën Zotit xhallahu ala, sepse do të kesh hije kur të tjerët, që ata që të rasin në fund të këqija, do të jenë ditën e gjykimit në diell, ku djerësit e tyre do të imblojnë veshët e tyre. Në këtë arsye, dashur vëllezër, këto kategori nuk janë të kallajshme, janë të vështira në praktikë. Pastaj kategoria e 6 është ai besimtari I cili jep sadak, dora e majt nuk e din që ka dhënë dora e djathtë. Edhe kjo është kategori shumë e vështirë. Pra jep sadak për hir të Zotit, nuk e din askush, as gruaja e tij ndoshta se din, as fëmijët e tij ndoshta se din. Dora e majt ka ardhur, nuk e din çka ka dhënë e djathta. Kjo lyp devotshmëri, lyp sinqeritet, do të jetë në hijen ditën e Kiametit. Ky kur t'ja jep dikujt, nuk lyp me dal në Facebook. Nuk lyp me e bën një foto me e qit në Facebook dhe pastaj me u lidu para të tjerëve që e ka bën namin me sadakën që e ka dhënë. Me e poshtru jetimin, me e poshtru të varfërin, me e poshtru atë I cili ka nevojë. Po jep, të tjerët nuk e dinë që ka dhënë. E ky do të jetë në hije kur të tjerët janë në diell. Edhe kategoria e fundit pastaj për dalur deri te falja namazit të Bajramit, kategoria e fundit janë një njeri I cili kur ta përmend Allahun azza wa jall kur të jetë në vetmi, I rrjedhin lot nga frika ndaj Zotit xhallahu. Kjo kategori gjithashtu do të jetë për atyre besimtarëve që do të jetë në hije kur të tjerët janë në diell në ditën e Kiametit. Janë ata besimtarë të cilët innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, që kur përmendet Allahu rëndëshetën lëkurat e tyre, wa idha tuliyat alehim ayatu zadatuhum imana, edhe kur lexohen ajetet e Kur'anit ja shtojnë imanin atyre, wa ala rabbihim yatawakkalun, edhe I mbështeten Allahut azza wa jall, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul, edhe kur dëgjojnë se çka I ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Kur'ani, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq, I shes sytë e tyre të përlotur nga ajo çka ka zbritë e vërteta në Kur'anin famlart, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin, edhe thonë o Zot ne kem besu dhe bëhna dëshmitar të asaj që ne kem besu në ty dhe kem besu në pejgamberin tën dhe në librin tën. Këto janë kategoritë të dashur vëllezër të cilat Allahu azza wa jall ka premtuar që do t'i fut në hije atë ditë kur të tjerët janë në diell, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aynani la tamassuhum an-nar, dy sy kur nuk I rrog zjarri I xhenamit, aynun bakat min khashyati Allah, një sy I cili ka lëtu nga frika ndaj Zotit xhalla shanuhu, wa aynun batat tahrusu fi sabilillah, edhe një sy I cili ka rujt natën për hir Zotit xhalla wa ala, I ka rujt besimtarët. Roja pra, që I ka rujt besimtarët për hir Zotit xhalla wa ala, dhe të tjerët kanë vlajt, edhe ne jem të sigurt, e dikush ka nejt me na rujt neve, për hir Zotit, nuk e rrog zjarri I xhenamit këtë sy, edhe atë sy I cili ka rrjedh lot për hir Zotit xhalla shanuhu. Këto janë kategoritë e dashur vëllezër që Allahu azza wa jall I ka cilësuar me njerëz të mirë. I pari është prisi I drejtë, I dyti njeriu I cili është rritur në devotshmëri, I treti njeriu zemra e të cilit është e lidhur me xhami, I katërti dy veta që duhen për hir Zotit dhe jo për interesa të ndryshme, pesë njeriu që ruhet nga moraliteti, e gjashtë sadakaja e fshet dhe e shtatë njeriu I cili ja ka frikën Allahut azza wa jall edhe në fshetësi. Këto janë cilësi të larta të cilat neve duhet të mundohemi të përvetsojmë dhe të praktikojmë në mënyrë që të jemi në hije atë ditë kur të tjerët janë në diell, duke lutur Allahun azza wa jall të na bëj prej tyre, na bëj prej atyre besimtarëve që ja kanë frikën Allahut azza wa jall, të punojmë për veten tonë, përgatitemi për takimin me Zotin tonë, na I shojnë hajrin vetja jon, familja jon
vendi ku jetojmë në mënyrë që të jetojmë faqebardh dhe dalmi para Zotit xhalla wa ala faqebardh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.